Jon të pyetja tjetër të mandatet. Siç ndodhi në 2017, në 2021 fal, mes votave që u dogjen LSI-s dhe mandateve që prodhoi Tom Doshi. Kuptoj. Rasti Tom Doshit për shembull. Hym direkt pa tranzicion. Sa deputet merr secila parti, një sekond Sebastian. Okej. Do shohim një sekond, Gjergji, do shohim Fillojmë grafikën e Ledios, po. I jepi Ledio? Ajo, mirë, kjo është finalja, po për shkuar te finalja ndoshta do ta analizonim qarqet një nga një. Po nuk e di ka grafik Ledio për ato. Ka, duhet ketë, unë e di që kemi përgatitur tabela bashkë me Ledion për të 12 qarqet. Po le të nxjerrim mirë këtë më valla tani pastaj. Finalja është në fund. Pse humbim kuriozitetin? Se jep rezultatin pa bukulat. Ti rezultatin ndeshjes pa bukulat. I bëjmë golat pastaj të vërtetë. Ti gastar sportiv. Pra ti thua njerëz do të bëjmë golat. Patjetër. Se kemi biçëndishë shëshit me pastaj. Mos. Ledio, e kemi grafikun tjetër? Edhe këtë na the. Ledio, unë nuk di këtë grafik tjetër Ledio. 12 qarqe. Se di, po nuk i ka bërë Ledio ato valla. Okej, mund t'i themi me zë. Janë të gjitha qarqe. Janë gjitha. Janë? Hape një të madhe Ledio të lutem ta shohim. I ke edhe në letër aty përpara, a? I ke edhe në letër qarqet një nga një. Ja, një sekond. I kalo aty, fillojmë qarku Tiranës, tjerë. Po. Ta fillojmë nga Tirana, po. Po mirë, ta fillojmë nga Tirana. Po, Partia Socialiste 17-18 mandate në Tiranë. Ta sqaroj mirë këtë gjë. Ja, ti lexon njërin? Po, okej, dakor. PD me aleatët 13-14 mandate. 13-14. Tani, do flas më ti? Ti. Po forum do dy nuk dëgjohet. Partia Tom Doshit, një mandat. Atje shkruhet PSD. Partia e Lapajt, që nuk është parti, është koalicion me atë Shabanin dhe quhet KN, po KNSHB. Ky është Lapaj. Po këtu do të ndërpres. Se sondazhe kemi bërë kështu për të më thjesht për votuesit, për klikuesit. Pra sondazh ne u kemi thënë Partia Lapajt, se po them në KSHB. Jo, Ledi e kanë nxjerrë. Pra drejt. Sondazhi janë ndryshe. Në sondazh është Partia Lapajt që të jetë më thjesht për votuesit. Po Ledi tha që me që ishte çështje vendi do na bëj shumë e madhe ka bërë. Në fakt, Ledi do ta shohin, do flasim mbas e bëjmë në fakt si që kam unë list, vlla. Se kështu të ngatrojnë dynjaja, KNSHB e që janë këto. Partia e Lapa, kjo, vlla. Ka drejt Ledio. Pse? Sepse të gjitha këto parti janë kështu të shënuara në fletë në votimit dhe ne nuk mundi të ato. Është Lapa në klapa. Ka shënuar dhe emrat për. Janë emrat më burr, janë emrat. Është dhe emri subjektit aty. Është dhe emri personit. Po është dhe emri personit, më e ke gabim valla. E kam bërë për mos u gatuar, ka futur. Për mos u gatuar, dhe prandaj edhe ne do ta kemi. Po dhe Ledi s'është gabim. Nuk është gabim, jo. A je dakord me mua? Nuk është e thjeshtë. A je dakord me mua i dy personalizuar gjëra? Kur themi Lenini, themi partia, ta thashëm. Me qetësi, bla. Çka ke valla? Çka ke? 34 ora. Ej, çhalli ke. Ja, çfarë? Je në këmbë, prandaj je I lodhur. Lutem. Po, kjo punë është. Jeta është e gjatë. Jo, po I them Ledios, se të Ledio jep I ritëm, nuk ka nevojë për ritëm. Jo, tani duhet të qetësi ta kuptojnë njerëzit janë në shtëpi për qefën e tyre është e premte. Pse të nxitojnë? Pse? Atëherë, I mbaron mirë. Partia Socialiste 17-18 mandate. PD me aleatët 13-14 mandate. Partia Tom Doshit 1 mandat. Partia e Lapajt. Po jo, atje poshtë është LB 1 mandat. Po pra, Partia e Lapajt është 1 mandat? Po 1 mandat. Partia e Qori pasaj. Lëvizja Bashkë. Po pse Lul Bashës Muhammed El? Është Lëvizja Bashkë, jo Lul Basha. LB nuk është Lul Bashkë. Është Lëvizja Bashkë. Kea është Bashkë, prandaj jemi lënë shpat. Dëgjoj Ledio, do të kemi dhe nesi që këti grafikat valla, nuk bëhen ndryshe. Ndryshe do han dynjan valla. Unë nuk funksionoj dot kështu. Ai më tepër që kur ka shifra kështu bëhem lëm shfare, kupton? Ledio të lutem, radhës tjetër valla, nuk I do të zgjidhim, nuk do të Do shtojmë vetëm mbi emrat aty. Po më valla, di çfarë të bësh valla, shto vetëm emrat më ato mbi emrat e njerëzve, ç'na duhen këto më burr. A marr më të keqen se I shkatruan njerëzit, e kupton? I mbytën më njerëz të shkret më valla, do ri njerëz ai të mbajnë mend që në KSHB. Po, Kea. Po është pafund më burr. Atëre, Partia Lul Bashës 0 mandate. Urdhë, tani ç'do themi pastaj? O jo, tani do ikim. Ikim, do vim prapë. Pej me kullën pas pak, me Flogert Muçën, me Sebastian Zonjën dhe me Gjergj Stefan e Sonketës, miq. Rikthehemi pas pak. Rikthyer. Rimi mbroma. Ora është 22:39 minuta. Jemi live. Po flasim për sondazhin e Sonketës dhe Zonës Lirë. Jeni dhe në YouTube. Ilir Kulla, Flogert Muça, Sebastian Zonja, Gjergj Stefan nga Sonketa.
Ri plaset në ekran radio dhe poli Gjergjin të flasi. Jepi Gjergj se më mirë ti se unë. Prit. Jepi radio. Nxirë tabelën. Analizojmë qarkun e Tiranës. Jepi. Gjithmonë presupozohet që në Tiranë, së bashku këtë radhë me diasporën, të votojnë afro 500.000 njerëz në qarkun e Tiranës. 450 jenë shqiptarë që jetojnë në qark dhe 50.000 veta të jenë nga diaspora. 52 janë regjistru, 3-4.000 më mos votojnë plus minus 500.000 veta. 52 në Tiranë janë? Nga diaspora janë regjistru 52.000 në qarkun e Tiranës. Qarkun, Durrës, Paskuqan, Tani jemi te Tirana. Bravo, pra Tirana, pra qarku Tiranës, Kavaja është brenda qarku Tiranës. Pra, mendohet që mesatari e votave që duhet të prodhoj një deputet është o 13 o 14.000 vota. E marim nga fundi. Partia Lul Bashës. Dhe janë sqaruar atje, bravo Gjergj. Pse 0 deri në 1 mandate? Sepse Lul Basha sot mund të ketë 4 apo 5.000 vota. Pra, ka një premis për të nxjerrë një mandat, për të shkuar te 13-ta. Do ta shohim në javët në vazhdim. 0 deri në 1. Sheja njëkohësisht. Do ta shpjegosh njerëzve pse ke bërë 0 deri në 1? Atë po shpjegoja. Se kisha mendjen. Jo, nuk e kuptoj unë. Mund të ketë për momentin 5.000-6.000 vota. I ka për momentin këto vota. Për të nxjerrë mandatin duhen 13.000 vota. Pra, ka një premis për të nxjerrë një mandat. Është deri te gjysma deri te moment. Është te gjysma. Çfarë e kuptova? Pra 0 deri në 1 është me te gjysma. Bukur. Shejaj, në të njëjtën pozitë, mund të ketë të moment dhe 8.000 vota, po duhen 13 për të nxjerrë mandatin e deputetit. Qartë. Qori gjithashtu, këtu është habia pastaj. Qori? Po pra, është habia. Çfarë është këtë tani? Qori nuk prodhon mandat akoma. Po si ka mundsi? Pse? Sa ka Qori deri tani? Pse? Sepse Qori... Po ne pse nuk kemi nxjerrë vota këtu, po flasim me mandate, Olga. Me mandate pra se nxjerrin votën popullore, si do nxjerrin votat këtu? Po ta nuk nxjerret. Po pra qarku ja këto janë mandatet e qarqeve. Të përvot thot. Jo, nuk mund të kishim dot votën absolute ne këtu? Jo, vot absolute, se ke dot në sondazhe. E ke në përqindje, mbi bazën e përqindjes nxjerrim votën, mbi bazën e votës nxjerrim mandatin. Po jo absolute, kjo është relative. E kupton logjikën? Dakor. Aziz kuptova po si çon si ka. Jo vazhdo s'ka problem. Qori, marrim Qorin. Shikoj se shumë e bukur historia e Qorit. Në zgjedhjet e 2023-shit si kryetar bashkie mori 5%. Mori 15.000 vota. Mori jo 15, 14.000 ca. Bravo. Teorikisht nga pjesëmarrja. Nga pjesëmarrja dhe i mori në bashki, nuk i mori në qark. Tjetër logjika. Në bashki. Po jo. Pra, teorikisht duhet nxjerrte një mandat, por çfarë ndodh? Në zgjedhjet bashkiake Qori ishte e vetmja alternative tretë. E vetmja alternative tretë. Sepse ishte kukulla e tretë. Ishte Veliaj, ishte Belin Kulliçi. Jo, ishte Roland Beko. Ishte Roland Beko. Po mirë, Beko e mundi Qori, e mundi Roland Beko. 4 kukulla. Ishin 4 kukulla. Nuk ishin 10. Nuk ishin 11. E vërtet është. Pra, Qori nuk mund të vi dhe të thotë, nuk ka marrë 5% atyre pse tani më vë me kaq, sepse rritën kukullat. I sakt, më je i sakt shumë. Lapaj. Me kukulla ma bë llogarisë, unë jam ignorant te shifrat, vetëm kështu e kuptoj. Lapaj ka mandat për mua deri në këtë moment. Për sondazhet më, jo për. Sa del Lapaj këtu në Tiranë? Një mandat. E merr Lapaj. Në mos e ka, Jo për ty, por për shifrat sa. Për shifrat pra, në mos e ka marrë shumë pranë. Se këtu flasim me 200, 300, 500 vota. Qartë, e kuptova. Tom Doshi e ka të sigurt një mandat në Tiranë, po çfarë ndodh me Tomën? Toma ka rrit votat. Toma më del me 18.000 vota. Por që të marrë mandatin e dytë, i duhen dhe 8.000 vota tjera. Dhe të shohim çfarë do ndodhi. Bukur. Prandaj Toma në 2021-shin mori diku tek 14.000 vota. Fiksa i duheshin për një mandat. Kur themi këto emrat për kandidatë kemi fjalë. Partia e Tom Doshit, partia Tom Doshit. Po pra, se nuk është Toma si person. Po partia Toma është Toma. Po pra po. Në rregull, jo që ta sqarojmë po. Pra, edhe një herë, në 2021. Jo edhe një herë, më u kuptua. Okej, kalojmë. PD-ja Vazhdoj. Ka 12 listë mbyllur, i merr 100%. Tani te lista hapur, këtu fillon lufta. PSD, lista e hapur. Se lista e hapur përdhon shumicën e votave. Qartë. Dhe sa potencial kanë kandidatët e PD-s për të fituar vota nga lista e hapur, për t'ju bashkuar listës madhe dhe për të rritur numrin e mandateve. Këtu nuk e di mende, duhet ka sondazh që është bërë deri dje. Duhet të bëjmë një sondazh më vete për Ilir Metën, se nuk e nxjerr dot sondazhi. Unë të mos ka Ilir Metën, se është atje ku është i shkreti, kanë haruar atje në burg. Patjetër mo, po është shumë interesant për dhe pikërisht. Është interesant. Po si do vësh Ilir Metën pra? Është kandidat mo, mund të bënim një sondazh më vete për Ilir Metën për të kuptuar sa është forca e tij. Kandidat brenda një koalicioni në burg. Është lista hapur. Nëse merr 25.000 vota. Po e bër, po pse ti thuat Ilir, gjë që thotë të bëjmë sondazh për listën e hapur? Jo, nuk e kuptove. Lista e hapur prish hersin. Pra në qoftë se... Po ka herës kësaj radhe. Po si do e futesh Metën? Po s'ka herës, po ta shpjegoj unë shumë. Nuk ka herës pra. Në qoftë se është konfirmohet ky sondazh, që është 14, që ta kuptosh. Po. Një nga ata dy. Do jetë me ta. Jo, prit, kjo se dim do jetë me ta. Mendohet. Prito zotni, do jetë ai që ka më shumë vota. Po.
po një nga ta dy do jenë femër. Duke qenë që përqindja e votave të meshkujt do jetë më lartë, Se është me ligja jo e femër. meshkujt duan më shumë vota për të zgjedhur dhe femrat do duan më pak. Pra, nëse 13-a është një femër dhe do jetë një nga ato zonjat që është ngarë, i 14 që do jetë mashkull do jetë ai që do ketë paktën 25.000 vota, sepse këto janë vota individuale. Pavarësisht se këto llogariten në përqindjen e partisë. Në makro. Dhe ky është një sistem më manipuluesi që unë kam parë në njerëz se si mund t'ia fuzësh njerëzve. Më sistem shkërdhato. Është një banditizëm i jashtëzakonshëm. Veshëm është. Në listën e Partisë Socialiste ti do Do të thonë shohësh. perversiteti i Ramsit është niveleve të papara, valla. Prit se kanë bërë bashkë, kanë bërë Rama dhe Berisha bashkë. Berisha s'është fut do detaje. 2008 papa, është Kurri- fut detaje? Jo, kjo është bërë tani, kjo u bë tani. A e pra, ndaj po them pra. Tani, ky me 18 mandate, ky tjetri, PS-ja. ky rrezikon në Tiranë, nëse këta i marrin këto nga një mandate, këta nëse këta konfirmojnë, ky rrezikon mos marrë as 17, as 18, po të ndaloj te 16, Kush? PS-ja. Ja, ta shqarojmë. sepse problemi është nëse këto partitë e vogla i marrin këto mandate, këto partitë e vogla mandatet ja heqin partive të mëdha. Edhe anasjelltas, ato të mëdha ja heqin këtyre pastaj. Dhe këtu rreziku është pastaj, duke patur parasysh të këta që janë pas 12-ës, se të 12 janë sigurt ata janë qorë në thes, ata janë zgjedhur. Qorë në thes, po tamam. Zgjedhur, emëruar domethënë se sa që zgjedhë. Këta mbrapa duhet nxjerrin thikat, bombat molotov, Biznes i papare. Dhe gratë paradoksalisht do duan më shumë pak vota për të zgjedhur se sa burra që janë brapa listë. Dhe ata ti do dëgjosh histori me socialistët dhe demokratës që e kanë qarë njëri tjetrin me kurrë me njëri tjetrin. Po ti se kur shkosh numërim do jetë gallate e madhe, sepse problemi është kush do numëroj votat. Sepse numërim, duke qenë që ne nuk kemi numërim elektronik, numëruesi me atë celulaps, ma jep që atë celulapsin, unë vjen fleta e votës shu dhe mund, edhe jemi këtu në tavolinë, që ose bim dakord. Edhe i fuz një kryqun. E pa vlefshme kjo, ndërkohë që votën e ka marrë një stepa. Fita. Kupton, do jetë një të merë i madhë. Tu të merë kanë qenë gjithmonë votat, po me këtë sistem, së është eksperimental se radhe, ne do shojmë një gallat të papar. Zgjedhjet, mba e mënë qamë, po ta them tani. Ma thuaj. Zgjedhjet, ne i kemi me 11 maj. Ka rrezik edhe me 11 shtator do jemi akoma në përgjigje duke diskutuar mandat. Vazhdojnë gjyqjet thua ti. Se do vinë votat nga diaspora, do numërohen ato, mënyra se si do ndajnë. Di si do jetë apo do jetë një teatër jashtëzakonshëm, domethënë. Do shkojnë në komisionet të numërimit. Ja, do flasë tani, ta baroj Gjergji. Do shkojnë në komisionet të numërimit, do shkojnë KQZ, ankesat në përgjykata, gallat. Tirana. Partia Socialiste, si pas sondazhit, i ka 17 mandate, po lufton për mandatin e 18 për momentin. Po do jam e aleatë? Ka rënje, domos. 13-1. Ka rënje, domos. Po, një po. A ka rënje nga zgjedhjet e kaluara? Një ose dy. Edhe PS edhe PD ka rënje. Sepse janë këto që shkojnë te këto të voglat. Ashtu më kukullat. Base s'janë këto arsyet, mo. Jo, po vota që ikën, po problemi është ku ikën vota, se këtë po mundosh. Mund të jetë ikën në emigracion. Jo, po këtë po të shpjegoj, pra ku ikën vota. Emigracioni rrit përqindjen. Qartë. Dhe ajo, se nuk është një votë që është nominale, emigracioni rrit përqindjen. Dhe ti pastaj do ta ndash ato, është në përqindje. Tani problemi është, nëse ikën një votë për shembull, ka marrë Partia Lul Bashës, merr 6.000 vota ose 7.000 vota dhe nuk e prodhon deputetin. Këtu është lajmi. Ajo është një votë që digjet, pra është një deputet që digjet. Digjet apo shkon te partia e parë? Po kush e merr atë? E merr partia e parë. Partia e parë. Po pra. Ose do t'i marrë Tom Doshi, se varet nëse këto që janë këtu, janë ato 6, 5, 4, 3.000 vota që thot Gjergji, që ne nuk i lexojmë. Po rriten dhe i shtojnë këtij tjetri këtu, pastaj ai merr ato. Dhe ky është një sistem, prandaj tash duhet parë, duhet lexuar çdo mandat. Ky sistem mund të prodhojë ky sistem sot që po flasim. Sot që po flasim çfarë? Dislik i papar është. Çani sot që po flasim në Tiranë, sot që po flasim, sondazhi tregon që janë të paktën 60.000-70.000 vota që hidhen kosh. Në Tiranë. Minimalisht. Në qoftë se votojnë sot. Sot. Votat e Dash Shehit hidhen kosh gjitha. Po pse? Se nuk prodhon mandat. Po ku i dim ne sa janë ato? Po nuk janë 13. Sa do që t'janë? Duhet janë 14. Duhet janë 14 që të prodhojnë një mandat. Po 70.000 nuk janë. Se në Tiranë duhet minimarisht 13 dhe në 14.000 vota. Fut edhe votat e kemi aty të shkruar. Fut edhe votat e parregullta, që zgjidhin njerëzit e majta kryetari me deputetin. Dhe ku është paradoksi i sondazhit? Jo i sondazhit, i realitetit sondazhit i saktë. Dashin 4% njerëzve të gjithë Shqipërisë
e shofin taf ti drejtoj, Po? ama s'lirë të as vetë në vetë. Pa mundë më qanë, se kam shumë gjëra për të thënë. Si shumë gjëra, mo? Për këtë, Ti daj më thuaj kryesorët. po, pa tjetër më po, janë shumë, mund t'i them dhe shumë shkurt. Bravo. Unë di t'i them. I thuaj një thelbin, pasaj po ashtu, po kemi pyetur të t'i bëjmë. Thelbi është ky. Çfarë Tregojnë këto shifra? lista e Tiranës? Tregon që të them unë që Çani është burri mirë për kryeministër, nuk do të thotë domosdoshmërisht që unë e votoj Çanin për kryeministër. Sepse vota është pragmatiste. Që do të thotë, Po që keme kryeministrin tani, mo? Tani ikëm nga ajo, pse u ktheve prapë po kryeministrin? më lërë më burë më lërë, se e ka i logjik, o vlla, se nuk po e them kot. Pra, apo thoshe zotëria, Dash Shehi, thoshte, u dogjën kaq mi vota, thot ky. Sepse Dashi kishte 4% këtej, thot Gjergji, po digjet këtej. Tani, thelbi është ky, se nisa që parë dhe më thema thujet e sondazhit, dhe po ta them. Njerëzit thonë në finale, gjo, Dashi është burri mirë, Dashi është babaxhan, Dashi do ishte mirë të ishte kryeministër. Por unë e di që Dashi nuk bëhet dot kryeministër. Kështu që unë jam i djathtë dhe unë do të votoj Sali Berishën. Qartë. E njëjta gjë mund të ndodhë dhe në raport me Ramën. Kjo është e para. E dyta, sigurisht që këto shifra tregojnë që partitë e vogla mund të marrin nga një mandat. Por nga ana tjetër, duhet të kemi parasysh që fushata sapo ka filluar. Dhe çfarë dua të them me këtë? Partitë e mëdha, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, deri më sot kanë qenë duke konsoliduar strukturat në kuptimin që kemi 37 njerëz që janë listë të pasigurt, të cilët janë shpërndarë nëpër zona dhe kanë kapur strukturat e PS-s dhe të PD-s, kandidatët që janë listat hapura, dhe po ndërtonin skuadrat e tyre. 30 ditë e fundit ata do dalin përtej gardhit. Dhe është ajo që thot Kulla pastaj, që partitë e reja nuk kanë struktura në terren për shkuar te njerëzit dhe për t'i mbajtur. Partitë e vjetra kanë struktura në terren. Dhe çfarë ndodh? Nëse deri sot X i këtu thot që do votoj Lapajn apo do votoj Qorin apo Shehajn, sepse nuk i ka shkuar njëri, po thjesht i pëlqen, nesër i shkojnë 3 skiftera nga 3 anët, 2 nga PD-ja, 1 nga PS-ja dhe ana sjellta, Organizimin kapilar. Bëjnë organizimin kapilar dhe kjo vot mund të rezultojë, dhe ky e them me trishtim këtë, mund të rezultojë më shumë nga zeroja sesa nga njëshi për partitë e reja. Është lajm i keq për vendin, i keq për demokracinë, është sistemi i keq. Sepse në analizën tënde ti konsideron dhe mirë e ke në fakt, ti konsideron që këta janë vërtet, pra njerëzit që votojnë janë manekina. Janë pragmatist. Janë manekina. Po, ai njeriu thotë çam. Është djali mirë filani, Lapaj. Por unë e kam shtëpinë pa legalizuar. T'ja lë fëmijës shtëpinë pa legalizuar, apo dojmë idealist pas Ky është muaj që lëshon skifterat. Dhe ky është muaji që njerëzve ju shkohet dhe ju qatë hapë. Ta kuptojnë mirë Flogert, bravo. Me pak fjalë ti thua, këto rezultate që janë sot, duke kaluar koha deri 11 maj, mund të ngushtohen, nuk do zerohen. Kukulla i bie me bryr Sepse strategjitë e dy partive të mëdha, tani që i kanë konsoliduar strukturat dhe kanë filluar dalin në terren, është efekti sanduiçit, ai bën sanduiçe. Eksaktësisht, do jetë shtryse për partitë e vogla, polarizimi i tyre do ju azhduki pothuajse fare vëmendjen publike dhe do përfundojë. Mi jepi një mendje, ora është 11:10. Ne sigurisht mund të rrim deri sa duam, po. Ti japim një kështu, ti vëm një rregull vetes që edhe për njerëzit dhe për ne. Shpejt. Se janë 12 qarqe. Edhe një orë duhet na pres. Ti mos i lexo të gjitha 12, zgjidh 3-4 qarqe të mëdha dhe ti analizojmë edhe. Mos i doni, s'ka më asnjë problem. Tani Sebastian, shkurtimisht, sepse është gjuna që të vazhdojmë pafund. Njerëzit thjesht më shumë sot duan info si kanë dalë dhe duhen pak koment nga ne. Tirana është trend vetë, Tirana është trend i zgjedhur. Tirana po pra. Rritë Tirana, se të tjera do kalojmë shkurt pastaj. Tani, te Tirana, si shikon këtë rezultat që afishohet sot, se ja vështirë mund ndryshoj. Mund ndryshoj. Po të kenë gjëra të vogla. Shem dhe totalin në fund pastaj. Do shem dhe totalin, patjetër. Nëse partitë e reja nxjerrin veten, do të ishte fitore e madhe për ta. Ky është lajmi i parë, një. Po, lajmi i parë. Lajmi i dytë, Partia Socialiste për mendimin tim është në rënje dhe mund t'i marrë. Është rënje thua ti. Po, pse në krahasim me 2021 vetëm një mandat është me. Po pra, po mund t'i marrë 1 apo 2 mandate Partia Demokratike, nëse tregohet e zgjuar në këtë muaj. Partia Demokratike se merr dot PS. Ja merr dot PS Partia Demokratike. Mund të marrin ato që përmendet ti në fillim të vogël. Unë mendoj se nëse tregohet e zgjuar, mundet që t'ja marri. Pra të di se si ta kanalizoj votin. Tjetër historia ajo. Këtu zmbarojnë fare. Vazhdojmë. Këtë shoh. Pak vonë. Sa i përket Partia Demokratike mund t'i marri sipas sondazhit vota Agronshejajt. O themi,
Po s'mund t'i marri PS-s, ose Lulbashës. Pra, Luli dhe Shejaj janë në duel me PD-n. Kush t'ja marri Ata ja votat marrin tjetër? PD-s, po. Presupozohet që janë ndarë. Votat djasta, ndarë ato. Nuk lëvizin ushtet. Edhe dashë PS-ja do me ja marri Qorit. Don t'ja marri, dëshiron, jo se do ja marri, nuk e dim. Edhe dosh. PS-ja dëshiron t'ja marri Qorit. edhe dosh. Doshit nuk ja prek do t'kollaj votën. Jo, po atje synon se ajo Kuptoj një gjë. E gjithë kjo analizë, mbi faktin që Shehaj, Basha, Doshi e tjerë kërkojnë të punojnë në nivel kapilar qendër votimi. Ka një strategji të PD-s që po e shohim kohët e fundit, ku po synon në mënyrë të drejt për drejt të godasi brenda Partisë Socialiste që t'i përçajë me njëri tjetrin. Fitoria nuk realizohet asnjëherë sepse ti e mund kundërshtarin. Në Shqipërinë e kemi parë që fitoria është realizuar gjithnjë kur kundërshtari është përçar. Pra në 2013, ardhja e Ramës në pushtet është përçarja e Partisë Demokratike. Qëndron logjik. Pra në këtë aspekt, ajo që shohim ne nga Partia Demokratike, pra ka një goditje të drejt për drejt ndaj eksponentëve të lartë të Partisë Socialiste. Sa më shumë që ti i ndjell atyre që të kenë mërira, egoizma dhe ambicie me njëri tjetrin, ne kuptojmë një gjë. Ajo çka ngjan si një makinerie racionale, ku Rama... Një e madhe mund të ketë marruar, thua. Nuk e thot sondazhi. Mos është pak vonë, nuk e thot sondazhi. Sondazhi di çfarë thot? Që e djasta, që opozita është e gjitha e përçar. Po të bëni krahasimet e mandateve. Po ta lejmë PS-n me 18. Dhe në qoftë se të gjithë partitë e tjera do ishin bashkuar në një sigël, ishin barazim. Tani sa i përket sondazhit. 2016-2025. Donald Trumpi dilte humbës 2016. Një sekond tani. Po që do flasim për sondazhin. Sondazhi nuk lexon mirë votën rurale ku votohet 5 veta apo 7 veta në një Ke absolutisht të drejtë. Në këtë aspekt tani sepse marzhi i gabimit, dhe duhet shohim marzhin e gabimit, 1, 2, 3 apo 4%. Vota e fshehur. Për shembull, ty LSI-ja në të gjitha zgjedhjet e shkuara ka qenë me votë të fshehur, sepse po një sekond tani, po më dëgjoj tani. Ja ka marrë 25.000 vota në Tiranë, ka marrë 6% më dëgjoj deri në fund. Nuk ka qenë votë deklaruar. Më dëgjoj pra deri në fund, dakord pra. Më dëgjoj deri në fund. LSI-ja është ka qenë vetmja në sondazhe votit. Më dëgjoj deri në fund. Kjo quhet votë e fshehur në sondazhe. Nuk po ta them unë këtë se janë 2021 s'kishte ku ta merrte votën e interesit, votë organizimi kapilar. Ishte votë organizimi kapilar, ke gabim. Po nuk e deklaron pra sepse diabolizimi që bën Partia Socialiste ndaj kundër kandidatëve, Partia Demokratike ndaj kundër kandidatëve, Partia e LSI-s dhe Tom Doshit shihej si një parti klienteliste. Dhe ai po më fal për ta përfundoj. Dhe ai të thot, unë thot futem te ata që nuk votoj. De facto ai e ka të vendosur se kush shkon për të votuar. Dhe e dim se në Shqipëri jetojmë për këtë lloj gjëje. Pra ajo që po mundohem të them për dalë edhe një herë, strategjia e Partisë Demokratike është të përçaj Partinë Socialiste, që do të thotë pak a shumë, aty ka sherr, ania ka marr ujë, 2 veta kanë shkuar në burg, 3 tjerë pritet që të shkojnë. Ky i thot do të shesi ky. Në këtë aspekt as indikim s'do ketë. Se do kishte këtë logjik. Do kishte këtë logjik që do ishte një thes. Që do ishim një vit. Janë 12 thaslla. Erdhën. Ti burgosin e Erion Velis e shef te ky sondazh sepse ka rënë me 2 deputet në sondazh. Me 1 me 2. Nga 17 deri në 18, pra ka një rënje. Ti je shef, burgosin e Erion Velis ti je shef te ky sondazh. Me vota. Edhe sikur të funksionoj kjo që thotë, që prapë mendoj që ditën e fundit ata ndahen maj djath. Edhe socialistët nuk votojnë, edhe djathës edhe djathës nuk votojnë majtës. Po ta supozojmë, kjo gjë, kjo logjik do kishte logjik sikur të ishte në një thes, në 12 thas, në qarkun e Vlorës, qofse konfirmohet kjo që shohun këtu, pra me këtë trend që ke, qarku i Vlorës të del 9 me 3 valla. Akoma nuk është konfirmuar në threshin. Jo, nëse konfirmohet kjo logjik them, pra nuk po them që del aq. Tani, qarku i Korçës shkon 6 me 4 valla. Qarku Elbasanit, që se shkon këshu, shkon 9 me 5. Tani po rriten, gjënat. Pra, nëse shkon, pra, këshu, çështja është, kujt ja ndajnë? Pra, në Tiranë, ky ka rënje. Në Veri duket qartë që fiton e djatha. Por problemi është që numri i qarqeve në Veri është vetëm 4. Numri i qarqeve në Jug është 6. Reforma territoriale. Një mandat. Jo vetëm numri. Pra më erdhe reforma e Bashës pra 2015. Reforma që Basha s'mori pjesë, kanë qenë gjithë ta bashkë. Pra nëse kjo lloj logjike, kjo e jotja funksionon nëse do kishim një thes.
duke qenë që kemi 12 thesë, dhe thesi i djathtë, 12 thatë. thesat e djathtë janë 5-6, dhe thesat e majtë janë 2-3, aritmetika është imponuese. Nuk e keti, Edi Rama është 24% si lider, pra ka shënuar rënje nga herë e fundit. Po unë të thash, me 24% si lider dhe me këtë lloj shpërndarje të votës si Ka rritje mandatesh. ai rrezikon që me ulje përqindjet ketë rritje mandatesh. Po Dhe ky është absurdi i këtij sistemi tonë zgjedhor që është i tmerrshëm. Të merë, Po një ky është sekond, konfirmim. një sekond. Tani, kalo Lediot te Qarkuti, tani, shiko, unë do lexoj dhe do ndaloj atje ku dua unë. Okej. Tani më shumë këtu janë për info. Qarku Berat, Ledio. Kalo është e Berati, shpejt e shpejt, si që i ashtu, nëse mundesh. Bravo. Qarku Berat, Berati është ky? Po, Qarku Berat. Këtu nuk kemi debat. 4-5 mandate, 4-5 mandate i merr PS-ja. 4-3 o 5-2 shkon këtu. Po, 2-3 PD-ja, Partia e Lapajt, Ka një premis Lapaj, ka një premis. Ka një premis Lapaj. Por të shohim deri shohim si do vetë. shohim. Tu o 4-3 o 5-2, qartë. Deri sot bravo. Pra këtu s'kemi surpriza. Mund të mos ndryshoj asgjë po. Mund të shoj asgjë. Vazhdojmë të Qarku Kukës, Ledio. Interesante Që shumë. ta diskutoj Kulla tani Kuksin. Ja ta Kesh them. diskutuar. Ja. Ke qa diskutoj. Jo, po shkurt fare, që mos mbasim kohë. Ke se ka shkuar një kandidat Kuksi fort në... Kuksi del, Kuksi kështu ka qenë për PD-n për Dy me- Po, 2-1 për PD-n ka qenë, Kulla. dhe del o 2-1 për PD-n, ose nëse votat që kanë shku nga ish kryetari i bashkisë së Kuksit, që sot është në Burg, pra mbështetësit e tij. Afeti. Nëse ata do mbështesin kandidatin e Tom Doshit, një kandidat i fort, mund të kemi një situatë që është 1-1-1. Nuk del Tom Doshi, fare. Akoma s'del. Po jo më në Kukës, Po, ma nuk del- se votohet Tom Doshi, është çarja që kanë këta, pra problemi është ku shkojnë votat. Ai ja merrte votat PD-s dhe ja çoi PS-s që u përcu Sot PS-s. akoma sepse në Sot qarkun qarkun e e Kuksit, votat. sot qarkun e Kuksit ti ke 2 bashki i ka PS-ja dhe një e ka PD-ja. Problemi është sekretari i bashkisë Tropojës, i cili u zgjodh kryetar bashkie se këta të PD-s u çan me njëri tjetrin, ai është në arrest shtëpie. Pra PS-ja është dëmtuar, me që po themi për arrestet. Pra, në nivel lokal ai është dëmtuar. Po prap, duke qenë që ka 3 deputet, aritmetika të imponon. O 2-1, o 1-1-1. Jemi saktë. Kaq. Vazhdojmë Ledio Qarku Elbasan. Te Elbasani do rim pak. Po, Po shumë pak te Elbasani. Elbasani del, Partia Socialiste 7 mandate, PD me aleatët 5 mandate, Partia e Lapajt 0 ose 1 mandat, thot sondazhi, anketës, dhe Partia e Qorit 0-1 mandat. Pritë sero një gjë. Janë jepi, s'janë. Një do marrin ka të dy ose 0, 2 nuk marrin dot. Ku? Këta të dy, Lape dhe Qori, marrin Po, o morën 0 një, o po 1. një, po patjetër. 2 nuk marrin dot, pavarësisht se është 0 deri në 1 të 2. E kupton matematikën e votave. Pra Lape dhe Qori futen si pyk. Dhe pa kanë këtu dot. shkon o 9 me 5, O 9 me o 5, 8-5-1. o 8-5-1. Pra një nga këta do marri atje, s'po marri dhe Lapaj dhe Qori. Prandaj duhet ishim Sepse bashku, pra. sepse këta këtu djegin PD-n. Igu. Mandatin e 6 PD-s, shtonja e heqin aty. Igu, Duke e qenë ma. që zgjedhjet e fundit PS-ja ka qenë shumë afër marrjes mandatit. Pra këta këtu ja fusin Lapaj këtu dhe Qori ja fusin më shumë PD se PS. Po normal. Gjithmonë APD-ja nga ky sondazh, po. Qartë. Dgjoj, nuk bëhen dot maksimizimi i 0 deri në 1. Njëri digjet nga 0 deri në 1. Patjetër, e kuptova. Pra o njëri o tjetri o asnjëri. Se e kuptova. Vazhdojmë te Qarku Fier, Ledio. Te Qarku Fier, besoj nuk ja vlen të rinj këtu se nuk kam ndonjë dyshim të madh te Jeri Fieri. bastion Bastioni Majt shumë i madh. ka ai. 9 Ka Rama. surprizë. Ë? Tu ka surprizë. Prapë dhe këtu është fut Lapaj dhe Sheja ndërkohë në Fier. Njëri është këtu, po. Prapë dhe këtu e njëjta 0 logjikë. ose njëri. Kurse në fakt aty për shkak të organizimit, Ma kupton? aty mandatin tek që diskutohet atë që diskutohet që ta marri, atë më afër është partia Po nuk del akoma. e Dashet. Tjetër sepse se ke bërë sondazhin Mallakasër. Pra Po, pa. atje ku është Engeleda Libe, pra ka shumë shans që ato njëshin ta marri Kaplana, që ka qenë dhe deputet që ka Po qenë. vizë parti që nuk dalin sondazh. Po, sepse do ta kapësh qarku është i madh, varet nga zona nga vjen nga do i marri votat. Unë them deri sot më Deri sot, okej, deri sot. Pra rrezikon që të shkoj o 10 PS-ja, por ngelet 9, o 5 PD-ja dhe çështja është atë mandatin tek kush do ta marri. PD-ja nuk do të dyshon. shkoj PS-s lart, PD-ja nuk dyshon apo do ta marri ky tjetër. Pra shkojmë o 9-5-1 Ose ose 10-5. 10-5. Këto janë parashikime për javët e tjera. To janë parashikime për javën. Ne Në duhet- bazë të sondazhet që shohim, Ne do të fotografojmë një herë këtë që kemi. Kjo është fotografia Në është. bazë të Ka që drejt them pra Kulla. 44-31, se ne këtë lexojmë.
44, 31 dhe forcat e tjera. Pra në çdo qark Është lajmi mirë ky sondazh, për kë është lajmi për shkak kësaj ndarje, ato partitë i shef që janë rritur dhe janë bërë realitet në atë qark. Pra nëse do jetë në zgjedhje lokale, ato parti kthehen shumë të rrezikshme në zgjedhjet lokale. Se kryetarët e bashkive ikin për lesh për aq. Qarku lehtë. Po me përqindje, kjo punë është e pamundur. Tani ka e pasioni kullën e perë. Qarku lesh. Jeni fushat. 3-4, këtu s'ka diskutim. S'ka diskutim PD, PS 4-3. Vazhdojmë. Qarku Shkodër, Ledio. Këtu del partia të Mdoshit e treta me 2 mandate, si pas sondazhi kemi bërë, Sonketa AZL, Partia Socialiste 4 dhe në 5, PD-ja 4, të Mdoshit 2. Në moment që po flasim. Këtu ka në njëri koment? Po ka, këtu dhe të kemë koment, se për Unë mendoj që këtu është PD-ja përpara dhe PS-ja. Unë mendoj që këtu është PD-ja përpara dhe PS-ja për se të Mdoshja merr PS-s. Dhe më thonë, ti thua që ka bon sondazhi? Unë mendoj, po i vogël është, unë mendoj që 4 deri në 5 është PD-ja, PS-ja është 4 dhe të Mdoshit. Kur marrë gabimit që deri tani, sipas kullës, duke patur llogari, është një mandat, sondazhi është më zhyll. Por se një tjetër do ja fusin ata, se s'ka ngu shkojnë pra. Ai mandat do shkoj këtu, do shkoj atje, pra aq do luhet. Ti Gjergj duhet na japësh një marrë gabimi statistikor. E kanë fund marrë gabimit. Te totali në fund do kuptosh. Dakor, pra dakord, po. Te totali. Vazhdojmë. Do kuptosh plus minus 7%. Qarku Durrës, Ledio. 3% nuk është më shumë. Po jo, më mirë. Dakor. Ke për ta pa në fund 3% por sa unë isha aq është. Jo, do te totali ke për ta kuptuar. Varet nga metodologjia. Qarku Durrës. Dakord jam, po varet nga metodologjia dhe marzhi. Po jo, jemi akoma në fillim, jemi akoma te 0 deri 1. Tare por një sekondë shpejt jemi o Jemi herë do po. Nuk akuzova asnjë, po çfarë? Atëre mos u mbasim kohë. Qarku Durrës. PS 7 mandate. PD me aleatët 5 dhe në 6, Partia e Lapaj 0 me 1. 0 dhe në 1 mandat. Tash është Lapaj, është diku tjetër dhe atje ke një mandat që diskutohet. Ka mundësi të lutem dëgjoj. Nuk jemi këtu sot. Ne duhet të jemi këtu sot për të fotografuar sondazhin. Po pra po e fotografojmë sondazhin. Ose ti është dikush tjetër? Jo, po kemi një mandat, po është e qartë që 2 partitë mëdha janë vendosur këtu. Dhe kemi një mandat në lojë. Duke u nisur Po sondazhi thotë që është Lapaj. Po pra sondazhi thotë që ka rëndësi kush është. Sondazhi thotë që është Lapaj, po në sondazhin e madh që kemi parë, Lapaj në Qorin. Po ti kur referohesh kryeministit atje. Po pra po. Jo, nuk ka lidhje, lëre se ka lidhje, ka drejt. Në atë ne shohim se diferenca, shiko çan, duhet t'ia shpjegoj njerëzve. Kjo që shohim ne këtu është fotografimi në gjithë territorin dhe kjo është tendenca. Këtu është Lapaj përpara dhe më afër mandatit është Lapaj. Po. Por për 4 javë, po për 4 javë mund ndryshoj gjithë trendi. Që ne s'e dim. Që ne nuk e dim. Që në këtë moment është e qartë, PS është përpara se PD-ja. Iku, i kishte qarku Durrës, vazhdoj me qarku Korç. Ledio. Qarku Korç sipas sondazhit që është zhvilluar javën e fundit, 6-4 del Korç. Me pyetje sa deputet merr secila parti, PS-ja merr 6. Merr 6 mandate, PD me aleatët 3-4 mandate, Partia e Lapajt prap 0 me Lapaj del, çudi e madhe. Është kudo, mëse është. Ta them unë se del Lapaj kudo. Qarku i Korçës ka një numër të caktuar votë që unë e njoh mirë, e cila është votë diaspore që vjen nga Greqia, nga zona e Selanikut dhe ka dhe një votë që vjen nga Amerika. Dhe një pjesë e votës së diasporës shkon për partitë e reja, ku Lapaj ka një ndikim të thash për shkak diasporës, për shkak medias e tjerë. Çështja është që të prodhosh votën deputetin qarkun e Korçës është shumë e vështirë. Është ulur një mandat. Ndaj unë e shoh 6-4. Dhe harruam të themi publikut një gjë, që për herë të parë janë ndryshuar mandatet nga 4 vite përpara. Korça ka humbur një mandat. Tu ishte 11, u bë 10. 11 u bë 10. Okej. Dhe ky mandati shkoi në Tiranë. Dhe kjo në sondazh përkthehet në dëm të opozitës, sepse PS-ja nuk i humbet mandatet në Korçë. 6 i ka mandati i PD-s që kishte në Korçë, shkon në Tiranë, që shpërndahet në atë gropën e madhe. Kuptohet edhe mandati 6 i PS-s është shumë i vështirë, duhet konfirmoj trendin që kanë Selanik, Partia Socialiste të diaspora. Qarku Gjirokastër, te qarku Gjirokastës del PS-ja para me 2 mandate, PD-ja me 0 ose 1 mandat. 3 me 1 del ajo, s'ke që bën ashtu është. Dhe po është fut Partia e Qorit tu. Se nxjerr do. Është ka klikime. Ka klikime pra, ka klikime, po. Ka klikime, se është vetëm fillimi pra. Ta nëse duhen 8000, qarku Dibër, Ledio. Kjo është fillimi i fundit për këta të vegjëlit në fakt. Jam dakord, është fillimi i fundit. Partia Socialiste 2 mandate. Është lirë deri tani. Alo. Del në Dibër, del PD-ja me 3 mandate dhe PS-ja me 2 mandate? Që ka që gjithkohon? Logike. Nuk e di tani. Dhe qarku Vlorë dihet 8 mandate PS-ja, PD me aleatët 3-4. Jo 8 deri 9 ndoshta.
8, Tet mandate. Nëse konfirmohet kjo ama, 8 mandate me ato që thot, po nëse konfirmohet ky trendi këtu, i kësaj që kë voton kryeministri, qarku i Vlorës shkon 9-3. Sa Gronçeja nuk e merr mandat? Nëse ti konfirmon këtë. Po, atë. Ajo PM-ja është partia e shehajt. Pra nëse ti thuaj që Gronçeja është 3.5%, nuk ka si ta nxjerrë atë, vetëm i djeg ato votat e Vlorës dhe ai mandati shkon PS-s. Me 3 atë. Tjetura pas gjithë tabela. Sepse ai mandat deputetit do shkoj diku, kupton? Këto ishin zënja zotrinj, Totalin e duhet. totali pra 12 qarqet ku do votohet në 11 maj. Kjo vot ishte deri këtë të premte që jemi ne, pra është votuar këtë javë. Unë jo më kot ja u them gjithmonë, ja u përsëris që ky është sondazh sikur të votojë sot. Javës tjetër, të premte tjetër, me Gjergjin dhe me zotrin do jemi sërish tu për të kuptuar a ka diferenca apo të vetë një rezultat. Çoj totali. Është dinamike, por jo dhe aq. Kujdes. Tani jemi për ta mbyllur emisionin, do flasim për totalin e deputetëve. Me hap të madhe le të ta shohin dhe njerëzit sepse shumë nga njerëzit janë dhe me syze dhe nuk shohin nga larg. Atëherë, Partia Socialiste 71-74 mandate. Partia Demokratike 2.6k, më fal, Partia Demokratike 49-55 mandate. Dhe do i shpjegoj Gjergji tani, prit, të lexoj një pastaj Gjergji do na shpjegoj sepse janë këto, domethënë që nuk i ka rënë kokë, do e kuptojmë këtë gjë. 49-55 mandate. PSD 3 mandate. PSD-ja është Tomdoshi. KNSHB që i bie të jetë Lapaj, 1 me 4, 1 deri në 4 mandate, totali deputet, në gjithë Shqipërinë. LB është Jo, nuk është Basha. Nuk është Basha. Lëvizja Bashk, Qori. Lëvizja Bashk, po Qori 0 deri në 3 mandate në gjithë Shqipërinë. PM është Partia e Gronçejait, mundësia 0 deri në 3 mandate dhe Partia e Lulbashës, KEA, koalicioni me fjalë, 0 deri në 1 mandat. Tani të lutem Gjergj, para se të jap fjalën në të ftuarve të mi, më thuaj si ka mundësi, pse në këtë sondazh deri sot ne nuk i kemi dot fiks. E para njerë ne ndoshta fiks 100%, nuk do t'i kemi as 2 javë para zgjedhjeve, 100%. Po do fillojmë të ngushtojmë gepin. Vetëm të premten e fundit do kemi 100%. Është sigurt. Po patjetër. Do fillojmë të ngushtojmë. Pra në 9 maj do i kemi 100%. Besoj që po. Tabela sot, e marrim nga fundi. 0 deri në 1, 0 deri në 3, 0 deri në 3, 1 deri në 4, ana e djathtë të tabelës, 4, 3, 3, 1, nuk do ndodhi. E gjitha së bashkur, matricë. Kjo është matricë, nuk do ndodhi. Pra nuk do ndodhi që ai të marri 4, ky 3, ky 3, ky 1. Sepse nëse merr njëri 1, tjetri merr 0. Nëse merr njëri 3, marrin të 3 0. Sepse është janë komunikuese. Është janë komunikuese po pra. Qartë. Kështu që kjo shihet tek dhe e përfshirë gjitha bashkë. Si do ta komentojmë tani ne këtë? Ne ato do ta komentojmë që pikë pari shumica që sot që flasim, sipas sondazhit, shumica në parlament e ka Partia Socialiste dhe bën qeverin pa koalicion. 71-74 sot, po të votojë sot. Po të votojë sot. Në versionin më pesimist për Partinë Socialiste, bën qeverin pa nevojë koalicion. Atë mos e thuaj, se mund të ketë aksident rrugës deri në 11 maj. Po them sot pranë pyetës sot. Ne nuk dim spagun çfarë do bëj deri në 11 maj. Nuk e di unë tani. Kështu që po, shumë e rëndësishme. Tani ato prandaj po them, mos u projektoni të ardhme zotri. O zotri, po mund të rinë deri sot. Deri sot ai ka mazhorancën me atë thash pra, sot bën qeverin pa koalicion. Po thuash ku ndryshon nga 2021-shi PS-ja me këtë qose ka ndryshon fare. Është 2021-shin ka vetëm një gjë, ka rënë numër përqindje dhe rrit numrin e mandateve. Çmenduri. Sepse ky është sistemi. Ato që janë komunikuese ta tha, ajo që ikën këtu shkon atje dhe lajmi nga sondazhi është ky. E kemi parë gjithë sondazhet. E vetmja parti. Këtu mbaron fjala jote, pastaj mbaron dhe do jap. E vetmja parti nga të voglat që sillet në fushat si një parti e denj, pavarësisht se nuk ka si të ketë numra, është Partia Tomdoshit. Sot do marr 3 dhe merr 3 dhe merr më pak vota se këta të tjerët. Po i ka të përqendruar në qarqet ku duhet, nuk i çon energjit ku duhen. Vazhdojmë. Kaq kishte të Gjergj. Se s'do kesh mundësi të flasësh. Kaq. Je i madh. Le që ti do lodhesh se këtu jemi deri në 9 maj. Zoti Kulla e do tani apo e do në fund pas mbaroi Sebastiani? Ne mbarojnë çunat edhe. Okej, e mbyll Kulla në fund, ej. Hajde bërësira për në fund. Zoti Sebastian, momenti jo tani për të komentuar këtë, ke vetëm, po themi, 2 minuta kohë, edhe 2 minuta ka Flogerdi, pastaj 2 minuta Kulla. Dhe mbyllëm misionin. Me këtë ç'është tali deputetëve tani si e lexon? Merri një për një. Partia Socialiste 71 deri në 74.
Është rezultati 2021-shit paka shumë. Nuk ka Dhe mos paka shumë, a? Nuk ka ndryshim. Nuk ka ndryshim. Këtu tani ka nevojë për një komentin tëndun. Me gjithë që ka ndodhur e kështu, Gjergji tha, aktualiteti s'dikon fare. Thash pak më herët. Në strategjinë e komunikimit, Edi Rama punon pak për ditë dhe ka nga një fitore apo nga një humbje të vogël për ditë. Pra është punëtor si ajo Bleta që punon për ditë nga pak. Ajo që ne kuptojmë pastaj në krahun tjetër, kjo është strategjinë e komunikimit që e shoh si gazetar. Në krahun tjetër kuptojmë një gjë. Ke 29-55, paka shumë, sa ka pas për tëja 2000? Partia Pas 59, pra ka rënje. Partia Se i Socialiste kështë brënda këta që kanë Po, dalë. qartë. Partia Socialiste është parti shtet. Partia Socialiste punson 200.000 persona. Partia Socialiste shantazhon për të marrë votën. Partia Socialiste punon në nivel kapilar si Partia Komuniste. Partia Socialiste jep tendera dhe kërkon maksimalen e votave nga të gjithë vetët. Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama është si Erdoani dhe si Putini. Pra është ky libër që përdor ai. Pra Partia Socialiste është parti shtet. Dhe kjo parti shtet i ka këto dhe kjo është e rrezikshme për të ardhmen demokratike të vendit. Partia Demokratike me aleatë 49 deri në 55. Partia Demokratike me aleatë 49 deri në 55, për mendimin tim, është yll bote. Për arsye, me Sali Berishën krye që e ka nisë karrierën politike në kohë Mao Zedongit, e dim të gjithë se çfarë do të bëjë në të ardhmen, nuk ka as edhe një lloj pa parashikueshmërie për ta ditur se do të sjellë njërisi si ide, si politike të tjerë, program totalisht të majt ekonomik dhe thot fiber sociale totalisht konservatore, askush nuk e kupton se çfarë është duke bërë. Po krijon gardën e tij pretoriane për problemet që mund t'i dalin përpara apo për t'i hedhur në sulm ndaj kujdo që do e kundërshtoj. Partia e Lapajt 1 deri në 4, uroj të marri të 4. Partia e Lapajt 1 deri në 4. E thash pak më herët, në qoftë se të gjithë partitë e reja arrin të fusin veten në parlament, do të ishte fitore dhe unë besoj se do ta fusin secili veten në parlament. Partia e Lapajt, e thash pak më herët, ka punuar në nivel kombëtar. Puna në nivel kombëtar e nxjerr 1 deri në 4 deputet. Partia e Qorit 0 deri në 3. Unë besoj se Redi Muçi do ta fus veten në parlament, pra shkon në parlament. Puna në nivel qelizor që ka bërë Partia e Qorit në Tiranë, besoj se do ta çojë drejt parlamentit. Partia e Tom Doshit punon kuti, ashtu siç punon Partia Socialiste me sistemin e patronazhimit, në një pallat ka 30 apartamente. Çdo apartament ka 3 vota. Ne duam nga 1 vot për apartament që të na dalin 40 vota në kuti. Kjo është logjika e makinerisë elektorale, kështu punojnë të gjitha subjektet e mëdha politike, kështu punon edhe Tom Doshi. Partia e Shehajt është 0 deri në 3, partia e Gron Shehajt aktualisht që flasim është partia e djathtë e sipërmarrjes. Nëse Partia Demokratike ka shkuar majtas, partia e Shehajt është partia e djathtë e cila i përmbahet parimisht sipërmarrjes dhe shtetit të vogël. Në këtë kuptim, partia e Shehajt duke qenë një parti e cila avokon djathtësi dhe avokon edhe me personalitetin e tij si ish i përndjekur politik, ish pronar dhe avokon ndjenjat balli kombëtar, legaliteti etj. Shehaj, për mendimin tim, e fut veten në parlament. Partia e Lulbashës, për ta përmbyllur tani, sa i përket partisë së Lulbashës, zoti Lulzim Basha ka trashëguar atë 5, 7 apo 10% që ishte nga PD-ja e madhe. Në këtë kuptim, duke marrë atë 5, 7 apo 10% nga PD-ja e madhe, zoti Basha është nga të gjithë këto partitë e reja dhe të vogla, është më i kalibruari kuti më kuti. Është njëjt me Tom Doshit në gjykimin tim, sepse e di shumë mirë se sa vota ka në çdo kuti. E një organizim kapilar. Dhe prap ti thua mund të mos e nxjerrë dot asnjë. Jo, Basha e nxjerr veten. 0-1 thot sondazhi, për lexoj. Për mua e nxjerr veten. Në ku? Në Tiranë e nxjerr veten. Po ne këtu nuk flasim për dëshirat tona, ne këtu për të realizuar shifrat e këtij sondazhi. Sepse punon në mënyrë kapilare, po them, e nxjerr veten. Pra, Tom Doshi dhe Basha punojnë në mënyrë kapilare. Deri sot është pikpyetje pra. Po pra për mua e nxjerr 0 deri në 1, për mua shkon 1. Basha, okay. Dakor. Është 0 deri në 1, për mua shkon 1. Flokert Musha. Dgjoj. Kur nisi Gjergji shpjegimin e tij, tha ky sondazh i ynë, tha, dhe unë e besoj. Ndryshe nga sondazhet e tjera,
njerëzit janë komplet të pavarur dhe nuk e din ç'po bëjnë kur e plotësojnë. Të pavarur brenda varësisë së tyre. Tani mos ma dridh në fund të emisionit. Jo, të pavarur brenda në fillim të janë sinqert plotësisht. Të sinqertë dhe në varësinë e tyre. Si në varësinë e tyre. Po patjetër më sepse një njeri që punon. E ktheve tani. Po jo më shiko. Jo nuk e ktheva unë, po ma shtrembron ti. Gjergj, shif emisionin në YouTube. O Flogert. Edhe herën tjetër. Tani dëgjoj, mund të mos flas se debat me Gjergjin, ti ku po se. A unë me Gjergjin e Gjergji me mua? Mund të të pyes? Debat fare Ti me pra tani them me Gjergjin. Unë thash Gjergji në fillim sa ky është sondazhi më i sinqert, dhe unë e besoj. Po pse e nis shumë analizën? More ne, përdesa e nxjerrim më Flogerdo me në çështje. Jo, pse më jo ta sqaroj. Po nuk ka kuptim. Ore, përdesa na, o një sekondë, Gjergj. Do të thoni si të bëj analizën, po s'është më bet kot. O Floger, në momentin që ti e fillon kështu, duket se u ti ke dyshime. Po mund të ketë. Ne marrim të pëlqen këto. Po jo, o Çan. Po jo mos e këtu, nuk jemi mbledhur që të kemi dyshime për sondazh. Jo. Dyshim si fare. Ne marrim të pëlqen. Se po më vjen shumë keq. Po të më lejoni të mbaroj gjysmën e fjalisë dytë, do kuptosh që unë jam duke certifikuar më shumë se shduhet sondazh. Jo, pra jo, le të keq kuptohet. Po dëgjoj nuk keq kuptohet. Doja thoja që thuaj ti titullin kokë, se fillon dhe ti. Duke ju referuar asaj që tha Gjergji, se do ju pëlqente po ju slini, që është i sinqert dhe unë e besoj realisht, në të kundërt nuk do isha ul këtu, se jam idiot. I bie që ky e drama është i frikshëm vlla. Shkulla më e bukur mo, e thamë. Se duke qenë i pandikuar nga ato që tha Sebi, se e kisha me Sebin, jo me këtë. Atëre, kupton që nis gabim? Shkeq i bie, vajte Sebi i bie nga Gjergji. Prit pra, e kupton që nuk u hedh kot. Druhet. Jo, nuk e kodun jo tani. Jo timo, jo u hodh ky. As edhe ajo s'u hodh kot ai. Mirë, tani ti e kam unë gabim. Ne po ti biesh Sebit, kalon nga Gjergji për të rënë Sebit. Mos do ti tull më vlla. Vlla, unë marr argumentin për burr. Ka frikë. Ja fitoj gjithmonë me argument. Ngeni lënë me fol nga fillimi në fund. Ore, o dëgjoj. Keni ndërhyr gjithë. Këtë mos e thua tani se ka njëri që ti flet këtu dhe je privilegjuar je ti. Sot? Po. Sot? Edhe sot. Okej. Po ti vetëm ke një problem që zot dëgjosh mua si më i madh që jam në moshë. Po jo si më i ditur. Që kur ke një polemik me dikë, të lutem, mund ta fillosh të bam me një herë. Po, unë mos i bie nga kina. Unë duhet marr argumentin që godas këtë. Po jo merr argumentin. Merr argumentin e atij. Ke përballë. Po pra, argumenti është ky. Me atë që tha Gjergji më herët, Sebastian. Po pra, ta bëj kështu. Me atë që tha Gjergji më herët, që ky sondazh është i sinqert dhe njerëzit nuk janë në atë ndikimin që janë përpara një interviste, përpara një fokus grupi. Dhe unë këtë e besoj sepse është anonimat e Meta. Kjo është parantezë, vazhdojmë. Kjo shifër e Edi Ramës, për mua, është e frikshme. Pse? Se duke i mbivendosur kësaj shifre. Ku kundërshton tani ti këtë? Këtë pra, duke i vendosur kësaj shifre, Sebastian, kjo shifër e para herë nuk është shifër e ndikuar nga administrator, sipas kësaj që sapo tham. Sepse po ti mbivendosim ndikimin e administratës dhe gjithë ato që the ti, aty pastaj kjo shifër ka përcen në shifra të frikshme, prandaj është e frikshme. E kupton ku është thelbi? Po pse e përjashton ti këtë administratën nga kjo shifër? E përjashtoj sepse kur bën sondazhe Çan, me fokus grupe që je përballë, po më dëgjoj vllajn. Në fokus grup ke njerëz përballë që të pyesin të bëjnë intervistë zgjeruar. Dhe ti aty je identifikuar pavarësisht se të ruhet anonimati. Në Facebook atje te Meta që e ka bërë ky, ai hymi një profil falso dhe e plotson si do zemra vërtetë të sondazhit. Dhe me sinceritetin e tij, duke e ditur që është anonim brenda Facebookut, ai ka dhënë Dramës minimumi 71. Pashtoi këtij 71-shi që japin këta të sinqertët pa presionin politik dhe administrativ dhe fetash, edhe presionin që do ketë Rama nëpërmjet administratës, mua kjo më tremb. Në këtë kuptim e ka. Po pse të ti të trembë se ty duket gjë e mirë kjo që pra ty këtu ti thua nuk ka manipulim. Kjo nuk ka manipulim dhe unë them që e Drama me këtë sondazh që më jep ky, duke i mbivendosur atë që tha se ka për dal shumë më lart. Ka për dal më lart. Se shto manipulimin. Po patjetër. Po pra do të vëj 80 që thotaj. Bravo Flogert. U lodhëm shumë me ty Flogert, kërkoj ndjes. Po bravo ti qofse jaku na i the trosh. Ky është pa manipulim. Kaq. Po vaj 80 e Drama është manipulim. Sondazhi thotë që Rama është ndikim te personin administrat, patjetër. A pëlqen shumë kjo ndikim. Personin administrat. Po bravo. Sondazhi. Kur them ndikim, duhet më shkruaj edhe spaku më i dhon ca letra që ndikojnë. Do të kuptoni tre gjëra, nga sondazhi që unë njoh shumë mirë. Ti ja kisha futur nga i fjali këtu në thash. Jo, do kuptoni të gjithë tre gjëra. E para, nuk thuhet të pëlqen apo jo Rama, të pëlqen apo jo Berisha. Sondazhi dalin e mandateve po shoh. Sondazhi është të pëlqen më shumë. Ky apo ky, po mandatet. Ky.
Mandatet, Është ky apo ky? Ti duhet zgjedhësh me Ti thua mua, po ti lësh. Ne me Çanin e kemi bërë shpesh të debat. Në qoftë se shqiptarët bëjnë sondazhe dhe ne jemi skeptik, jemi sepse shqiptarët janë në presion kur përgjigjen te sondazhet. Se thonë jemi të identifikuar. Tani kemi rast ku jemi të pa identifikuar. Dhe të pa identifikuar shqiptarët i jepën Ramës 71 mandate. Futi dhe ndikimin që dyshojmë ne që mund të ndodhi, vlla, këtu Pra ne mos ke 74. mos i binin qaf Ramës kur thua që fito vetëm. Qëndron si logjik. Ky është thelbi. Ka drejt Flogerti. Prandaj u referova atë që tha Kymër për t'jam mbështetur sondazh. Kur e meriton të ja drejtë të ja publikisht, vlla, bravo të qoftë. Tani perversër si analizë shumë, por nuk e shi thua, vlla, qëndron. Qëndron. Për këtë jemi. Vetëm se i ra nga rrethrotullimi, domethënë. I ra, këtë kam unë me këtë morbur. Sepse i bie nga kina morbur. Flogerti po thotë që sot Rama në një ndeshje futbolli nuk ka më nevojë as pendimin e gjyqtarit. Tani, për shkurt, telefonit e ka Kullas, të tjerat jam nga një fjali. Sos Kulla e mbyll do na japi një shprehje të re, siç ka thënë, ka dalë shejtani nga shishja, kur bie nga fiku të ha dhe qeni, të ha dhe qeni jot. Sot tani nuk e di ç'do thot, edhe pse ky vetëm sondazhi parë, ndoshta nuk e thos. Tani unë do e mbyll me një fjali për të gjithë të tjerët, të veçlit. Të gjithë të tjerët bashk 23 e 25. E shoh me pesimizëm rezultatin e secilit prej tyre vetëm për një arsye. Mos i merr me radhë. Sinqerisht jo gjithë bashk. Sinqerisht shqiptarët do shkonin dhe t'ju jepnin minimumi, domethënë maksimum një mandat Lulit, 2-3 Shehajt, 3 Doshit, 2-3 Qorit, Lapajt, gjerën 4 kështu me radhë. Problemi është që ky është sinqeriteti dhe çfarë do bënin ajo pjesë e shqiptarëve të pandikuar nga asnjëra parti tani. Nga asnjëra parti. Se ka thua? As nga socialistët, as nga demokratët. Ka nga ata? Sa janë? Tani sa më shumë ka nga ata. E 21% është pa. Po janë poshtë në diaspora. Dhe çfarë ndodh? Brenda është pa diaspora, ta diasporën e kanë ndanë në 12. Bashkë me diasporën. Arën sti, po flas për total. Të çfarë ndodh? Në këtë moment, dy partitë e mëdha, ai sanduishi që thuti do bëhet gërshër. Dhe do përdoren të gjitha instrumentat nga partitë e mëdha, që nga joshjet, nga ndihmat, nga benefitet, po nga fletë votimi që do i bëjnë pavlefshme të këtyre. Deri te ato akuzat që për shkak ka filluar të bëj Basha ndaj një kandidatit PD-s për presion ndaj votuesve dhe nesër që do i bëj PD-ja Ramës, jam i bindur me 10 trajk shumë radh. Dhe të gjitha këto kanë përshtypjen se këto të sinqertët që janë këtu, disa s'do dalin të votojnë, disa do bëhen pragmatist, edhe shumë s'do votojnë do se do i merr kartat e identitetit. Çfarë s'bën vaki? Ka filluar tashmë dhe pritet renoncime, ë? Kulla shumë e bukur. E morë vesh çfarë ka ndodhur. Kaq kisha unë, po sondazh shumë interesant. Falenderoj shumë. Dhe mos mërzitesh që ashtu se është dhe shik. Po jo mor burrë. Se ti mund të grisë me këtu. Po si mor burrë? Me këtë tjetër. Unë shiqyr që ju kam. Jo, o Kulla, do mbyllesh me ndonjë batutë në fund vëlla, se prapë do kemi sondazh për ndonjë tjetër. Kjo tregon që kemi bërë shoqëri shqiptare me partizimin, domethënë. Dhe do ta mbyll me batutën. Sot partia bën populli, çdo populli bën partia. Per. Nësa unë kësaj radhe zënja Zotri, duke falenderuar gjithë të ftuarit e mi, kanë vendosur, mora vendim sot mbas dite, bilet të ri drejt, jam kështu sa më serios, që këtë muaj duke filluar nga sot deri në 11 maj, të mos ju them më të ikni. Ky është momenti duhet të rini të votoni. Këtë muaj nuk do të them ikni në Kosovë, pas 11 maj do filloj të ja them prapë. Po dhe 11 maj do të them rini, se ju votoni ata numërojnë. E shtyt që e shtyt deri tani, bëni detyrën tuaj deri në fund. S'ka për ndryshuar asgjë. Zgjedhjet kanë mbaruar. Por ç'në si ka? Ju bëni detyrën qytetare që keni. Deri 11 maj, pastaj do fillojmë prapë. Bashkë takohemi të martën, ju përqafoj, ruani